presidentin, ose madje mundet me shty edhe Denmas, që dihet. Sepse intenca e tij, ajo që ka për i tregon publikut, është që s'është interesuar për institucione, pajtona me ato që e tha Fidoni ma herët, as opozita. Ish opozita, se po na bojnë vërejtë që për i thëmë opozitë, se halos dijen pozicionet, kush o opozitë, kush qenë pushtet, nuk jonë të interesuar po ashtu sepse, u tha dhe këtu, me qenë të interesuar, e këshin kalu komisionin e verifikimit, shpejt, e këshin kalu kryetarin e kuvendit shpejt, e tjera. Por, ju po mundoni me kriju si lëvizje një narrativ të populli i Kosovës që dikush ju ka bërgjë. Në një, që s'ja u kanë dhonë 500.000 vota, në 2, që ata detyrimisht duhet me ju votu, në 3, ju po harroni që ju se keni votu kur asë njëri të opozitës, tish opozitës, madje 2014 ju se keni votu Kadri Veseli, kryetar të kuvendit, prandaj çmuni me kërku ju sot, si don shpërblim pa marrëveshje politike, sepse nuk ju ka bërgjë kërkush, ju jeni fituesi, ju detyroheni në koalicione, detyroheni në marrëveshje politike, detyroheni në negocim. Nuk ka bërë politik pa kompromis dhe pa negocim. Ju po doni kërejt ose hiç. Prandaj institucionet s'keni me pas, që bindja jame, opozita madje ish opozita, nëse mbetet prap opozit, nuk e ka detyrim as mja u votu marrëveshjen ndërkombëtare, nuk e ka. Tash e tha Beja që plani rritjes kërkon qeveri shpejt, sepse janë aty një 300-400 milion. Edhe ambasadori britanik, sot Jonathan Harvey. Cilat Kosova mundet me i humbë, e na nuk kemi të menu fare për Kosovë, ne kemi vendin sankcione, ne kemi punë të lëmë me Amerikë, e kemi problemin Këshilli i Evropës u harru krejtësisht, do më thonë ka pijuja ajo punë, e kemi 100.000 probleme, më fali vetë a kryq këto. Por, ajo që ka është për sot me diskutu, do më thonë është që ju nuk për japni votushit, ju në rëndë parë, që 400.000 njerëz ju kanë votu, institucionet për cilët ata kanë dalë edhe ja u kanë dhonë besimin. E vërtet është që ata kanë dalë, na kanë dhonë besimin, por gjatë rrugës besimi është devijuar nga Lidha Demokratike e Kosovës, duke dalë haptas dhe duke i vjedh vota. Keni pak qepni me po shnuk një dëkën, edhe këto e dim. Po le jam tash, po le në argumentin tim tash. Gjithçysh. Unë nuk e kom thonë, po e kanë thonë vetë zyrtarët më të lartë LDK-s, që ka pas inxhiniering dhe vjedhjet votav. Na jemi nis në këtë emision pa fillimin, pra pa fol për çështjen e si ka vojtur procesi i numërimit dhe votimit. Çka po